Po dhe ai tash, mu që pe Rusie me ardhe, e me vra shqiptare. Tash llogarete. Pa drejtësia tina në fund e ka humbur kryt. Pse e ka pas luftën e pa drejtë. Në 10 metra ka A ke luftësuar. një që thënë, a ke qitë push me vend. Push me qitë me vend, ta pranë në krejt publik. Push pa vend, s'ta pranë në kërkush. Edhe ai ka qitë push pa vend. Orë në dëmon tokën e huj, me orë me luftu, me vra shqiptar. Edhe normal, ma për unë zoti me zot gjallë, me vrale. Shpirtin Që ka lype ka gjitë. Po. Ne. Por e keni vrarë në dy luftim, e keni vrarë. Dy luftim. Normal, bashkëpunim me shok, po mas me unë kam hasë, po të ka drejt në 10 metra, edhe bumën a besë që e merë, ke më ne kemi gritë tokën me i dhej për gjallë, me ne ke ku e ktheva sytë qela, a besë veç për fundin dheke, se shko, po na jema pet, nuk mbojnë na që ka bojnë tjerë. Krime. Merën ja ku fut një këfirë, ja ku fut që mës me lau me hekë, se na qashtu jenë të kryunë, nuk bojnë na që ka bojnë tjerë. Pi Rusis me ardhë për të luftu. Pe atjet me ardhë, dhe më thonë me vrasë shqiptar, me luftu, edhe këtë, dhe më thonë, ju veç që rasti kapitenit rës, dhe më thonë, po e kemi rastin edhe në Rezall këtë, djali Malush Ahmeti, Bahri Ahmeti, që e ka vra një rës edhe në Rezall, ja kanë gjitë dokumentën, dhe më thonë leqi ka pas rës shëtim filtrimus. Ka pas shumë, ka pas edhe vlajnë kur ma kanë plagu Samin, Sami Aruqit, besë që rës ka zesh në Rezall janë kontar më të 2 metra me snajper,